Pas 11 vjetësh vjen ndryshimi edhe në udhëheqësinë e Institutit për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup. Në seancën e sotme, Qeveria e Maqedonisë së Veriut emëroi profesor Besnik Eminin si drejtor të ri të këtij institucioni të rëndësishëm për shqiptarët. Besnik Emini është historian me përvojë të gjatë, punëtor i lartë shkencor në kuadër të institutit dhe autor i një sër studimesh në fushën e historisë dhe trashëgimisë kulturore shqiptare. Ai njihet për integritetin e tij akademik dhe për kushtimin ndaj zhvillimit të mëtejshëm të studimeve shkencore mbi trashëgiminë kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve. Ky ndryshim konsiderohet si një hap i domosdoshëm drejt depolitizimit dhe profesionalizmit të Institutit për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup në funksion të rritjes së transparencës institucionale, forcimit të cilësisë shkencore dhe përmbushjes së misionit të tij kombëtar, njoftuan nga kabineti i zëvendës kryeministrit Arben Fetai. Ndryshe, Këshilli i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve në Shkup zgjodhi Skender Asanin për drejtor të institutit më datë 24 gusht 2018 dhe më datë 28 qershor 2022. Skender Asani u rizgjodh në pozitën e drejtorit si kandidat i vetëm.